Vëllimi me tregime dhe novela ëndra për jetën e autores pogradecare Rozeta Duro Rexhollari u promovua në Pogradec. Në moton të mos harrojmë se diktatura mund të ta merrte jetën, por kurrë nuk mund t'ju merrte njerëzve ëndrat e tyre. Eventi përkujtoi shkrimtaren kurajoze Rozeta Duro Rexhollari pas vdekjes së saj. Në një sallë të mbushur me miqe e dashamirës së prozës, por edhe familjarë të shkrimtares, të pranishmit ndan emocionin e shkrimësisë së saj letrare. Kujtojmë se autorja mbart në vetvete një histori përndjekjesh personale dhe familjare, e cila tashmë prek duar dhe sy lexuesish përmes 5 tregimeve dhe një novele të këtij botimi me titull Ëndra për jetën. Libri hapet me dedikimin që ja kushton babait saj, të pushkatuar në nëntor të vitit 1949 dhe gjithë të rinjve që ditët e papërsëritshme të rinisë së tyre i lanë qelive monstruoze të burgjeve komuniste. Ky botim është një cikël tregimesh dhe një novel ku nuk ka stisje apo imagjinatat sforcuara. Vepra në një me realitetin e një njeriu, jeta e cilit ka qenë luftë për ekzistencë. Të flasësh për nënën është shumë e vështirë. Dhe nuk mund ta trajtoj dot si letrare, në atë mënyrën e vetë të thjeshtë, me një shkrim rrjedhës, me që jemi tek nëna. Është një tregim të cilin ju të gjithë do të doni ta lexoni, sepse i kushtohet asaj që bazë Zotit e dërgoi në tokë. Unë personalisht nuk e kam jetuar në këtë përmasë regjimin, por e di vetë si ka qenë. Kur të punoje në minierën e Gurit Kuq, të hanje mineralin e Ego Nikelit, dhe prapë ti nuk kujtoje dot respektin e tyre, sepse ti duhet ishe një nga ata. Ne nuk mundëm të ishim kur. Një nga këto ngjarje tragjike ka qenë dhe Roza, e cila në moshën 20 vjeçare është internuar. Por bashkë me të dhe ne, që unë mendoj ishte tragjik vetëm të njëri shjetim, për fakt të kesh, por faktikisht që një dënim dytë. Unë kam qenë vetëm 4 vjeç kur jam internuar. Atë kam humbush me 1700 të internuar, që kryesisht ishin armiq të pushtetit të asaj kohe, ose familjarë të traumatisëve. Familjarët tanë shumë të afërt, kanë bërë burg politik, kanë qenë të internuar dhe shprehim dhe moralisht nga dëshmërinë personalisht për të ndihmuar dhe për të qenë pjesëmarrëse, pavarësisht jemi apo jo më vonë pjesë e atij institucioni. Duke qenë se jemi jashtëzakonisht të vuajtur, ne duhet të mbajmë fort njëri tjetrin. Në mënyrë që fëmijët tanë të jenë krenarë për ne, dhe të themi atë shprehjen e famshme, barku që e polli akoma nuk është tërpëzuar. Duhet kemi kujdes në çdo gjë që themi, në çdo gjë që flasim, në mënyrë që vuajt e tona mos të përsëriten më tek fëmijët tanë. Promovimi u organizua nga të përndjekurit pikal me mbështetjen e Institutit të Integrimit të ish të përndjekurve politik.